Zoti Merkoçi, pak ditë më parë ishte në Tiranë ministri i mbrojtjes Greqisë Nikos Dendias, i cili u takua me kryeministrin Edi Rama, por edhe me homologun e tij Ermal Nufi, ku janë diskutuar disa çështje sensitive mes dy vendeve. Në këtë rast, ju si e lexoni vetë vizitën e Dendias, çfarë po kërkon Greqia në këtë rast? Greqia kërkon shumë gjëra. E para kërkon, ose mori më mirë me thënë, është ai ardhja e falënderimit për dhënien e detit, që Rama i dha në pretekstin e 6 miliardëve të Amerikës si do bëti investime në Greqi, kryesori si kur do bësh në Shqipëri. Dhe në atë kohë ndërtoi edhe kontratën, që bëri një kontratë për faljen e detit, që ajo është falje e detit, për të ndjerë gazin. Dhe Greqia tashmë kërkon atë pjesën tjetër, ku shqiptarët të cilët kanë marrë pasaporta greke kërkon t'i regjistrojë në Shqipëri si grekër, pra si minoritet, kuptohet duke i regjistruar si minoritet me ligjin, dekretin presidencial që është bërë vite më përpara. Kalojnë edhe pronat të kalojnë në kadastrat e Greqisë. Ky është një skenar, domethënë, për zhbërjen e Shqipërisë dhe për marrjen e tokave në mënyrë tërthorësi apo tërthorësi për në mënyrë ligjore. Në të njëjtën kohë që nuk kemi dëgjuar absolutisht asnjë nga politikanët tanë, pavarësisht disa deklaratave që i bëjnë thjesht për show në për emisione televizive apo në konferencë shtypi, nuk kemi dëgjuar asgjë që të flitet për sa i përket çamërisë, për sa i përket të drejtave të çamëve që janë mohuar dhe janë terrorizuar, janë marrë tokat dhe janë bërë gjithçka. Mirë, po politika jonë nuk flet për këtë. Politika jonë flet për Bashkimin Evropian, flet për fuqinë e mirë që ne kemi me Greqi, megjithëse Greqia ka akoma, megjithëse jemi vend të NATO-s, ka akoma ligjin e luftës dhe mban akoma ligjin e luftës, e mban pikërisht për çështjen e çamëve. Pra asgjë tjetër nuk e mban ligjin e luftës në Greqia. Dhe çuditërisht për këtë ligjin e luftës kemi 35 vjet që dëgjojmë politikanët tanë e cejaket e tyre. Po kur vjen puna tek heqja e ligjit të luftës apo një kërkesë për sa i përket heqjes të ligjit të luftës, nuk kemi absolutisht asgjë. Kështu që Greqia ka gjetë terrenin, nuk është hera parë që e ka bërë Greqia këtë, apo nuk është viti parë, nuk është takimi parë, do të shihni shumë takime që kanë bërë qoftë kryeministra apo ministra të Greqisë, dhe gjithmonë kanë dalë grekët fituar, shqiptarët nuk kanë dalë absolutisht asnjëherë. Si e shpjegoni faktin që ministri Dendias ka kërkuar ngritjen e komitetit të ekspertëve nga dyja vendet për varrezat e ushtarëve grek të rënë në Shqipëri? Në këtë rast, çfarë po kërkon sërish Greqia duke u përqendruar pikërisht te një çështje e tillë, të cilën e ka trajtuar edhe më parë në nivel po themi ekspertësh mes dy vendeve? Po, atë që morin fillim, tashmë kërkon të marrë akoma më tepër, dhe kjo thashë dhe herë nuk është asgjë përveç se sa politikës tonë anti-shqiptare që bëjnë politikanët dhe qeveritarët tanë. Kështu që me këtë lloj gjëje ata kërkojnë të legjitimojnë tokat e tyre në thonjza, dhe jo pa qëllim e përmenda që ka një dekret ku tokat e minoritetit janë të regjistruar në kadastrat greke. Dhe për këtë nuk flet absolutisht asnjë. Dhe ai ligji famshëm i 7151 që i bëri minoritetet, i bëri pronar, domethënë nuk mund ndodhi në asnjë vend botës si minoritetet pronar, ndodh vetëm në Shqipëri që shteti e bën pronar minoritetin, dhe minoriteti pastaj u bë dhe dekreti të cilit do ta kalonte në kadastrat e Greqisë. Gjë që është antikombëtare dhe trafikomtare, po ta marrim në aspektin juridik dhe politik. Dhe tashmë ata kërkojnë që të hapin sa më shumë varreza dhe të justifikojnë, e u thashë edhe ja, për të justifikuar gjithmonë atë pjesën e ligjit të luftës të cilët ata e mbajnë sot e kësaj dite, dhe do të vazhdojnë akoma me këtë lloj qeverie, do vazhdojnë të ngrejnë varreza dhe lapidar të ndryshëm, dhe për sa kohë shteti shqiptar apo kryeministri i Shqipërisë
thjesht për të mbajtur postin e tij dhe për të bërë atë programin e tij të famshëm, të iniciuar nga Sorosi, patjetër që do ta realizojnë. Kjo është shkatrimi që po i ndodh Shqipërisë dhe shqiptarët nuk po e kuptojnë akoma që ne po shkontarizohemi. Dhe ky shkontalizim vjen pikërisht nga vetë fakti sepse në Shqipëri ka humbur ndjenjën nacionalizmit dhe patriotizmit. Asnjë nga partitë politike nuk është një parti e cila të ngrej dhe të edukoj popullin me ndjenjën nacionalizmit dhe patriotizmit. Por gjithmonë vazhdojmë me shoqërinë civile, me globalizma, me internacionalizma, me LGBT-ra, me çdo gjë, me banda, me krime, me çdo gjë, vetëm se si do shkatërrohet Shqipëria, ne do të shohim një gjë që është shumë do me thënë se për një vend, ne jemi i vetmi vend që kërkojnë futemi në Europë, ne nuk kemi as industri, as bujqësi, as ushtri, as politikë, as gjë. Dhe ato që kam thënë dhe prapë vazhdoj të mbeten, Shqipëria është caktuar nga Europa, nga programi i kësaj Europe, që është sot, se duhet të kuptojmë edhe një gjë që edhe kjo Europë sot që është, qoftë edhe këta liderët europian që janë, nuk janë asgjë tjetër veç se vasalë të Sorosit, nuk janë të djathtë, asnjë nga këta, qoftë Kallasi, qoftë Kamasi, qoftë Kosi, që janë këta të gjithë, janë gjithë të majtë janë këta, nuk janë djathtë, nuk e njohin djathtën këta e sulmojnë djathtën, ashtu siç sulmojnë edhe në Shqipëri. Kështu që jemi në këtë kontekst të gjës. Shqipëria po shkatërrohet dhe ajo që kam thënë që Bashkimi Evropian ka një politikë ku Shqipërinë ka caktuar si një vend i cili do instalohen kolone dhe kampe refugjatësh. Ne kemi nisur me kampin e Gjadrit. Europa e do të trokiti më së fundi vendimin e Italisë, të cilit ne i falem apo i dhuruam Gjadrin dhe Lezhë, për portin e Lezhë. Kështu që do të shohim dashuri se si do ecim akoma më tepër zi e më zi, për sa kohë do jetë kjo politikë dhe kjo lloj Europe, jeni të bindur që Shqipëria do ketë vetëm disfata dhe vetëm humbje territorësh, asgjë më tepër. Si e shpjegoni faktin që Ministri i Mbrojtjes Greqisë Nikos Dendias theksoi se ka origjinën e tij nga Himara? A ka i pretendim në këtë rast të vetë Greqisë, pra në mënyrë indirekte për ta cilësuar Himarën si greke? Po, për sa kohë ne vendosem edhe bëm një politikë antikombëtare duke vendosur Fredi Belerin, i cili shpallës grek, i cili vumë kryetar të Himarës për sa kohë në politikën shqiptare. Në të gjitha partitë pretendohet se në Himar duhet vendosur një minoritar për drejtuar Himarën dhe jo shqiptar, tregon hapur që edhe ministri të lloj. Pra, ata gjithmonë Himarën kanë kërkuar ta quajnë si pjesë e territorit grek dhe jo pa qëllim ja u përmenda problemin e tokave të falura me ligjin 7501 dhe të regjistruar në kadastrat greke, sepse më pas doli dhe ligji që u bën pronar. Kështu që duke qenë origjina, duke e shpallur veten në origjinë shqiptare, ose nga Himara, ai nuk thot jam shqiptar, ai thot unë jam himariot, pra jam pjesë e Greqisë, ata mundohen në çdo kushte, në çdo formë. Grekët janë manipulatorët më të mëdhenj të historisë. Ata kanë manipuluar historinë botërore, jo më këtë të Shqipërisë, nuk e kanë problem. Kështu që kjo lloj politike do vazhdojë tek grekët derisa ata arrisin synimin. Synimin nuk po arrisin me luftë, ashtu siç bëjnë vendet e tjera që bëjnë luftë. Ata po arrisin me këtë lloj politike, me këtë lloj qasje që bëjnë, duke bërë presione për Europën, duke bërë presione për blokada që nuk do u lejojnë të fusim në Europë njërin tjetrën dhe gjejnë pastaj këtë lloj këta parapolitikët shqiptarë, këta antikombëtarët shqiptarë i gjejnë edhe nëpërmjet tyre pastaj marrin të gjithë ofiqet që ata kërkojnë. Zoti Merkoçi, çfarë po ndodh me çështjen e detit sa i përket raporteve mes Shqipërisë dhe Greqisë, ku kemi parë një angazhim teje të madh të Athinës, por ndërkohë është përfshirë edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes ambasadores së saj në Athinë?
Lobi grek në Amerikë është shumë i fuqishëm, nuk mund të them që nuk është lobi grek, nuk është i fuqishëm. Ashtu siç është lobi izraelit i pari, atje është edhe lobi grek i dyti. Një nga lobët më të fuqishme në Amerikë, kështu që ata lobojnë. Nuk është se nuk lobojnë, nuk janë si ne shqiptarë që ne lobojmë vetëm për komunizmin, nuk lobojmë jo për kombin. Në pikpamjen e tyre janë në të drejtën e tyre. Por ajo që ishte që thash marrëveshja që Rama krijoi me këto kompani që janë amerikane gjoja, sepse i vjen nga emër Amerika dhe gjithmonë flasin në emër të Amerikës, dhe për nxjerrjen e gazit ndet, Rama i kuri kufirin dhe ja dha Grekut këtë lloj pike. Dhe aty pastaj ata me të drejtë mund të kërkojnë që kjo çështje ashtu siç Rama ka pretenduar dhe ka ngritur çuditërisht e ngre Rama si opsion për ta zgjidhur në gjyqin ndërkombëtar të ujërave për kufirin e ujërave. Kështu që në këtë pikë ata janë të fituar sepse ne nuk kemi përcaktuar një pikë zonat ekonomike të Shqipërisë, ata që bëri Turqia në një javë më parë, kur caktoi presidentin e saj Recep Tayyip Erdoganin për të caktuar vendet ekonomike në detin në det, domethënë aty ku tashmë Turqia mund shkojë edhe në Kipër dhe ta vendosin zonën ekonomike të tyre me dekret të presidentit. Ne nuk i kemi bërë këto veprime, përkundrazi ne jemi kurrizdal. Politika jonë është një politikë sa handëpirëse. Tash ata mendojnë vetëm për postin e tyre, dhe kjo vjen edhe nga fakti nëse ministri grek deklaron se është nga Imara, kryeministri jonë nuk e di se nga është, sepse është me origjinë shqiptare. Kështu që në këto kushte jemi ne dhe tash fatkeqësia më e madhe e këtij vendi kjo është se po shkon drejt shkatrimit.